Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Të ndëruar dëgjues të emisionit Stetoskop, ju përshëndesim nga studio Radio Kosovës, ku po fillojmë edicionin e radhës të këtij emisioni. Tema që kemi përzgjedhur për ta trajtuar sot ka të bëjë me shëndetin mendor. Bashkëbiseduesi ynë në këtë temë është doktor Bujar Berisha, specialist i psikiatrisë, njëherë drejtor i Spitalit Rezonanca 3 në Prishtinë. Doktor Bujar Berisha, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Mirë se u gjeta. Pra dëgjuat temën që jemi përcaktuar të flasim, është një sferë që është bukur e ndjeshme, edhe ka probleme të natyra të ndryshme. Mund të na thuani për fillim se ç'është shëndeti mendor? Si përkufizohet shëndeti mendor i një njeriu? Shëndeti mendor është gjysma e pjesës së shëndetit të njeriut. Do të thotë ku përfshihet edhe shëndeti fizik. Shëndeti mendor ka të bëjë me çrregullimet psiqike që ndodhen tek njeriu në një moment të caktuar të jetës së tyre. Dhe ne, si për kujdesës të shëndetit mendor, tentojmë që individi, personi që ka një formë të çrregullimit të kësaj forme, me ndihmu që sa më lehtë me të kalu këtë gjendje. Prandaj, shëndeti mendor e ka kuptimin e mirëqenjes psiqike të individit, i cili duhet të funksionojë në punën, në aktivitetet e tij ditore. Shëndeti mendor pse është i rëndësishëm për njeriu dhe në çfarë moshe zakonisht fillojnë problemet paraqiten të kësaj natyre? Shëndeti mendor ka të bëjë me mirëqenjen tonë psikologjike dhe nuk ka një kohë të caktuar që paraqitet. Nëse flasim për smundje psiqike, ato mund të atakojnë qysh në moshën 2-3 vjeçare. Nëse që është autizmi për shembull, ose smundje tjera. Ndërsa çrregullimet psiqike të cilat do të thotë rrehen mandej, fillojnë qysh nga mosha adoleshencës edhe deri në moshën e pleqërisë. Mirë po intensiteti dhe format e këtyre smundjeve janë të ndryshme varësisht prej moshës me të cilën në shfaqet. Cilat janë disa nga çrregullimet që paraqiten më së shpeshti dhe njerëzit kërkojnë ndihmën tuaj? Çrregullimet më të shpeshta është stresi, janë çrregullimet e ankthit, është depresioni, mandej edhe çrregullimet e rënda që përfshin 1% të popullsisë, siç është skizofrenia apo çrregullimi bipolar. Ndërsa çrregullimet e ankthit, ku hyn edhe stresi aty, përfshin diku 20% deri në 30% të popullatës së rritur, të popullatës të moshës së mesme që quhet, mosha 20-60 vjeç. Këto janë shumë të shprehura në këto mosha dhe shfaqet në forma të ndryshme, qoftë në formë të fobisë, qoftë në formë të atak të panikut, ose të krizave të ankthit, e që ndërlidhen zakonisht me streset të ndryshme, apo nga një faktor psikologjik i patrajtuar që nga fëmijëria. Sigurisht se është e rëndësishme që njerëzit që kanë probleme të kësaj natyre të kërkojnë ndihmën e mjekut me kohë. Në bazë përvojës tuaj, çfarë faze zakonisht kërkojnë ndihmën tuaj personat që kanë probleme të kësaj natyre? Unë ju them gjithmonë pacientave që me kërku ndihmë te psikiatri nuk është asnjëherë vonë. Do të thonë është koha e duhur. Për shkak se njerëzit kanë një formë të ndrojtjes, të shkojnë te psikiatri, që për ndryshe quhet edhe stigma, i hëndeku që është në mes të tij edhe sëmundjes. Mirë po, në çdo moment kur vin, është moment i qelluar. Çka do të thotë kjo? Për shkak se njerëzit i përdorin fillimisht resurset e tyre të brendshme dhe bëjnë përmes tyre me të kalu problematikën. Edhe që është fati mirë një pjesë i arrit, i të kalojnë këto. Ndërsa pjesa tjetër, kur kemi shterje të burimeve të brendshme resurseve, atëherë nuk kanë mekanizma tjerë si ta luftojnë çrregullimin, ata paraqiten tek psikiatri, edhe mandej fillon trajtimi, i cili është disa formësh.
ta them trajtimi disa formë. Sigurisht për trajtimin do të flasim pak më vonë. Flasim. A mund vret një lloj zbutje e kësaj ngurimit që të kërkojë ndihmën e psikiatrit? Jo, është shumë problematike dhe në këtë çështje jam shumë falënderues edhe juve që bëri emisionet e tilla, që sa më shumë të ngushtohet që kjo hapësira, që kjo forma e ndekut të mbyllet, për shkak se duhet ta dinë njerëzit që çrregullimet psiqike janë smundje të lehta. Ta them të lehta. Të trajtueshme apo jo? Të lehta në kuptimin se kur ju bën analizat krejt ju dalin mirë. Çrregullimet psiqike nuk janë smundje që vdes njeriu. Do thonë për ata arsye të lehta. Dhe në këtë kuptim, nëse vim teknika ta duhet mësohen si me menaxhue stresin, si me menaxhue problematikën dhe si të trajtohen sa më korrekt që smundja e tyre të ketë një kohë sa më të shkurtër. Sa i përket gjinive, cila gjini ka probleme më të shpeshta të thënë? Apo është njësoj? Po varet tash prej smundjeve. Për shembull, ka disa çrregullime ku femrat dominojnë, ka disa smundje tjera ku mashkujt dominojnë. Mirë, po në përgjithësi në këtë smundje psikiatrike, domethënë përqindjet janë aty, si femrat si mashkujt. Cilat janë disa nga shenjat që tregojnë se një person ka probleme të kësaj natyre? Tash varet prej smundjes. Se për shembull në psikiatri kemi mbi 600 smundje. Do të flasim vetëm për këto kryesore që janë më të shpejta, po. Nëse hyn në çrregullimet e ankthit, që janë më kryesore dhe që përfshin popullatën më shumë, është fillimisht instalohet një ndjenje pasigurisë te individi. Në momentin kur instalohet një ndjenje pasigurisë, ai fillon të ketë mosbesim në vetvete. Bien që ajo ndjenja mosbesimit, ti bien vlerat e tia edhe të duket si nuk po arrin të bëj asgjë. Dhe në këtë kuptim, domethënë futet në atë ciklin vicioz të padalëm, do të thotë se unë jemi pa vlerë, nuk po mund t'i arri këtyne, pa dobishëm, s'po mund të kem siguri në kuptimin e përballjes së gjërave, dhe në këtë aspekt ai fillon edhe izolohet. Në momenti i izolimit, domethënë, është çështja kur e vrejmë familjarët. Për shkak se te ne, te individi, vrehet më shumë sjellja e tij se sa çfarë mendon. Do na nuk e dim çka mendon njëri, po e dim që ka filluar u izolu. Ka filluar do të thotë mos më flet mirë. Ka filluar mos më dal si herë tjera shka dal. Ka filluar me gjetë gënjeshtra për që në thojza në kuptimin veç arsye për mos me dalë. Do të thotë, edhe këto janë forma në të cilat neve si ndihmësit e tij ose si familjarët e tij na bën të dyshojmë se diçka po ndodh me këtë individ. Prandaj është momenti kur edhe duhet të prezantohet të një profesionist i shëndetit mendor. Familja mund ndihmojnë këtë trajtim. Në këtë aspekt do të thotë familja e shef. Po e them këto tek ne, në kulturën tonë, një pjesë e njerëzve nuk vjen vetë për shkak të asaj stigmës, për shkak se mënyrë do të etiketohet si i çmendur nëse diçka tjetër. Po të ishte jashtë, ai si ti sheqe, vetëm kanë filluar mira performancat individuale, jo ato intelektuale. Individuale, do të thonë frika për medal, rania vetbesimit e vlerave, ndjenja pasigurisë, ata më një herë kërkojnë ndihmë. Thotë diçka nuk po shkon me mua, edhe pse po e di që në vetvete nuk kam kur gjë, por nuk po mund më arrit mi dalë kësaj gjendje. Ndërsa këtu tek ne, këto shenja nëse e shohin familjar, është mirë me udhëzu të një profesionist i shëndetit mendor, që situata mos të rëndohet më shumë për individin. Momentin kur shkon aty, ai së paku një herë në javë e ka mundësinë me komuniku me dikën që janë një problematikë. E një se çfarë vujtje ka të mbrendshme, të cilën nuk ka mujt me shpreh asnjëherë. Dhe kjo në një aspekt fillon edhe çliron individin, edhe ai mandej të jetë i lidhur me terapeutin e tij. Por nikosisht
fillon mas në trajtime me ilaçe, ose format e psikoterapive të ndryshme, të cilat mandej kanë më ndihmu individit me dalë nga ajo gjendje, edhe mu rikthy në atë se çfarë ka bërë më herët. Ndikon shëndetin mendor edhe në shëndetin fizik, a mund vrehen këtu? Po shëndeti ka gjitha, domethënë në shëndetin mendor, për shkak se harxhimi që bën truri jonë në kuptimin e energjisë është shumë e madh. Merrem me mend. Është diçka që është 1 kilogram e harxhon 20% e energjisë trupore. Dhe ne, kur jemi qoftë në angst, qoftë në depresion, edhe pse nuk bën asgjë hiç, tanë ditën jemi duke nejt, jemi të lodhur. Kemi dhimbje në këtë trupin. Më thonë, dhe kjo energji, nëse e krahasojmë me një punë fizike të rëndë, sikur tanë ditën dikush me pas hap kanal. Qashtu është harxhimi që e bën energjia psiqike. Kjo sigurisht edhe ndikon performancën e tij nëse Po më le të tregon se njeriu nuk ka energji të mjaftueshme për me kryer obligimet e tija. Domethënë vetëm ato që janë bazike, nuk mund të shkojnë punë, nuk mund të del me shoqëni. Tanë kohën ndihet i lodhur edhe pse s'punon kurrë hiç. Do thotë kret gjërat të cilat i ka kryer më herët, dëshirat që i ka pas më herët, më nuk i ka ato dëshira. Dhe kështu që kadal fillon edhe i rënohet sistemi i të menduarit, duke mendu se vetëm përmes këtij sistemi të rënimit, ai mundet me met në një farë forme diku në shtëpi i izoluar. Doktor Bujar, në bazë përvojës tuaj, sa përgjithsisht ngjasin problemet të kësaj natyre, do të thotë ankthi, depresioni, a është kozgjatja e tyre e ndryshuar? Me ankthin, sidomos në jetën të gjithë, për shkak se kemi një formë të mekanizmit mbrojtës. Ankthi neve na mbron nga stimuj të ndryshëm. Domethënë, qoftë dhe agresiviteti na mbron, për shkak se shfaqet përmes frikës. Domethënë, është një formë e mekanizmit mbrojtës. Dhe me qenë se e kemi të përhershëm, pi ati na s'kemi nevojë mu shëru. E kemi nevojë me menaxhu. Në momentin kur nuk arrim me menaxhu, ai çfaqet edhe në momente kur nuk jemi ne në rrezik. Mirë po, sistemi joni të menduarit, që quhet menduar jo racional në kuptimin e ankthit, ai na shtin në një frikë të pakuptimshme. Prandaj, ankthi nuk ka kurrë tjetër, është një frikë e cila nuk ka një objekt të caktuar, krahasuar me frikën reale që ka objektin e caktuar. Shembull e marrim. Je tu hes rrugët të Prishtinës dhe një grumbull qenë. Të kime ndërmarrë diçka, për shkak se ankthi, frika të mobilizon, cila është, o mu përballë o me ikë. Mirë po, masi e ke kryer këtë sistem, kur shkon me pi kafe me shoqërinë, më thu, këtë du hongër qenë, po e te kalova. Ndërsa në ankth është e kundërta, për shkak se është në sistemin tonë imagjinar. Më thonë, po me mulshu qenë që ka bëj. Edhe më njerë të kapë frika. Edhe atë frikë, më ndë dhe më thonë, frikë me jo spjegu të tjerë se që ka pëndosë me ty. Për shkak se nuk është racionale në kuptimin e të menduarit. Ndërsa, jo racionaliteti i të menduarit tonë, në është faqë që atër që qëtë ankth. Dhe ne, në atë moment, dhe më thonë, e kemi diçka si sekretin tonë. Sekreti vogël që quhet, e marrim në vetvete. Mirë po shumë sekretat e tilla të vegjël në një moment caktuar shpërthen. Dhe çfaqet një gjendje anksioze që mund të shkojë edhe në një depresion për shkak të mos përballjes ose harxhimit që thash në fillim të asaj energjie mbrëmshme që kemi ne të resurseve tona. Cilët janë disa nga faktorët që ndikojnë për kërcimin e kësaj gjendje? Është e ditur se po jetojmë në kohë, po është mjaft dinamika e jetës është shumë në vend të lartë. Ne kemi në psikiatri 3 faktorë që janë kryesorë. Faktori kryesor është biologjik. Domethënë, çysh ndikon në një smundje organike, për shembull rritën disa parametra dhe zemra s'është mirë. Edhe në trurin tonë kemi disa parametra që janë të zvogëluar edhe çfaqet ankthi.
janë disa hormone në quajmë neurotransmiter, të cilët ndikojnë në disponimin dhe në gjendjen tonë dhe në smundjet tonë, qoftë edhe skizofreni. Për atë arsye quajmë aspekti biologjik. Dhe në këtë aspektin biologjik të funksionimit të trunit, që më herët ka qenë një mister tek njerëzit, për shkak se për ata shtyje dhe ekziston stigma, se qysh truni mundot me ndiku, truni është diçka që spreket, edhe u kry, në mundot mu prej veç mu dërë gjakin, ta mira njeri mu paralizu. Mirë po, në 50 vitet e fundit, është punu shumë dhe është parë që ka shumë elemente kimike që ndikojnë në disponimin tonë, në anktin tonë, në gjendjen tonë emocionale. Dhe në këtë aspekt, do thotë është, e para është aspekti biologjik. E dytën e kemi aspektin psikologjik. Në aspektin psikologjik, që është nga koha e Freudit, kur ka fillu, thotë që një traumë, qoftë edhe në fëmijëri, ajo ka mu paraqit në formë të stresit. Manifestohet, apo jo? Manifestohet në formë të stresit dhe neve na gjeneron ankt. Dhe pse nuk e di. Për atë arsye, do thotë, ka dalë forma e terapisë e psikoanalizës. Do thotë, analizën e psiqikës. Dhe çka bën Freudi në këtë aspekt, në 2-3 fjalë kështu më thonë, e merr psiqikën tonë ndonë në 3 copa, që ne me mund sa më mirë me kuptu. Do thotë që pjesën e pavedishme, pjesën e ndërvedijës, ndërgjegjen tonë, dhe pjesën e vedijës. Do thotë, pjesa e pavedishme, që në ka një pjesë ku akumulohet çdo gjë që e kemi bën ne, edhe që e kemi në formë të harresës. Po zakonisht janë traumat. Dhe trauma në një moment të ngjajshëm, po jo të njëjtë, në një kohë të caktuar të jetës sonë, ajo dëpërton. Dhe neve na çfarë anktin, ne nuk e di. Për shembull, që me thjeshtu, kemi pas para 20 vjetë një aksident automobilistik në rrugën Kafush-Kosova. Edhe bjen mas 10 vjetë me shku, njerë ka menis me të kap një formë sikleti. Se ta përkujton vendin e aksidentit. Që tu pari e kom pak ma ftirë se kom pas një aksident. Do të thotë, pjesa e pavedishme e jona te i kalon direkt pa ndërgjegjësu në pjesën ndërmjeme, kalon direkt në vedijen tonë. Dhe çdo gjë kur kalon direkt pa u ndërgjegjësu, ajo na shkakton ankth dhe stres. Dhe në këtë aspekt do të thotë, përmes pjesës psikologjike që ta përmbylli, domethënë në formë e saj, është që të punohet shumë në aspektin e pavedijes tonë. Mirë po tash ka shumë metoda tjera të terapive ose të funksionimit, ku punohet shumë në sistemin e të mendimit tonë, në aspektin emocional të shprehurit tonë dhe në përmirësimin e sjelljes. Si u thash, në fillim, krejt ato që folën, janë koti për shkak se është sjellja e individit e cila vrehet të tjerit. Na nuk dim çka mendon njeriu. Veç e dim që 2 muaj u kam shël brenda s'po del për jashtë. Do thotë veprimet e tyre shihen apo jo saj. Edhe aspekti tjetër është ai social. Më thonë, sa ne kemi arrit gjatë jetës tonë të socializohemi, të jemi sa më social, të jemi sa më komunikativ, që të mund të arrim të funksionen. Për atë arsye do të thotë, edhe që nga feminia, thotë është parë se njerëzit e fëmijët që kanë qenë e qerë dhe kanë shkuar në shkollë krejt, janë më komunikativ se ata për shembull në përfshatra që kanë shkuar në shkollë dhe që e kanë kontaktin më një herë në qytet. Për shembull për që në qytet kudo qoftë, në një grupacion pak më social. Ata kanë një sistem pak më të vështirë të ndërhyrjes të hyrjes në socium. Prandaj këto janë 3 faktorë, biologjik, psikologjik dhe social, që ndikojnë në çrregullimet në shëndetin mendor të individit. A është vështirë bëhet diagnostifikimi këtyre problemeve? Shiko, diagnostifikimi është i vështirë, por ne kemi në aspektin psikiatrik
kemi shumë matje që i bëjmë psikologjike, për atë arsye kemi edhe psikologët klinik, më thonë që në një farë formë në laboratori i psikiatrisë, ku ata bëjnë disa forma të testimit për me vërej se ku është individi dhe çka prezanton. Prezanton në një shërbimin personaliteti, në një ankth, depresion, në një formë të vartësisë, apo është një individ i cili mund me qenë dhe pervers, që është një kombinim i disa gjërave me të cilat merret. Nikosisht, do të thotë edhe intervistimi, me qenë se thash në fillim që nga aspekti i analiza e dalin mirë po intervistimi psikiatrik, ekzaminimi i statusit mendori detaju, neve na çon në diagnozë. Mirë po, asnjëherë nuk duhet me përjashtu edhe sëmundjet e përgjithshme që japin këtë problematikë. Sëmundjet e bën një grip, është vrejt bile sidomos të fëmijët të trit 18-20 vjet, është vrejt që gjendjet e gripit mund me e stimulua skizofreninë. Me faktin se, sipas disa teorive biologjike, thuhet që ekziston një virus i fjetun, i cili, do më thonë, rrinë që aty, nga plot kemi virusat fjetun. Dhe virusin e kancerit e kemi dikush të rriman. Mirë, po duhet me qenë dikush që e ngacmon për më aktivizu. Është mëndu që një pjesë e këtune njerëzve që e kanë kalu një grip, edhe është aktivizu në qaj virusi i fjetun, kanë ndiku në sistemin genetik të individit dhe janë shfaqë simptomat e skizofrenisë. Për atë arsye është aspekti biologjik është i pari. Dhe më thonë të çdo gjë vërehet në organizmin e njeriut. Mandej smundjet e rronta, që është kanceri, smundjet e gjakut, hipertensioni, të sheqerit, kreta, to kretë shoqërohen me ankth. Kretë shoqërohen me gjendje depresive. Për atë arsye do të thotë kudo në repartet e tilla ka të smur kronik, ka konsultime më të mëdha psikiatrike për me intervenua në aspektin psikologjik të trajtimit të këtyre njerëzve, që edhe pse janë të smur në kuptimin fizik, ata duhet ta dinë që do ta bëjnë një jetë të dinjitetshme në kuptimin psikologjik. Pa marrë parasysh kohën sa do të jetojnë dhe ç'është kanë me jetu. Prandaj ne, profesionistë të shëndetit mendor, një për detyrave thelbësore tona të kemi qysh me arrit kualitetin dhe ndërgjegjjen e individit për të pas një kualitet më të mirë pa marrë parasysh se çfarë smundje ka. Trajtimi si bëhet? Trajtimi, si që thash, faktorët që janë ata, në trajtimi është biologjik, psikologjik dhe social. Biologjik është me ilaçe. Edhe në kohën e sodit, janë ilaçe që e kanë ndiku shumë mirë në gjendjen e individit. Mirë po janë ilaçe që vjen për një kohë veçujtë e pacaktuar, disa mujore. Nuk janë ilaçe të gripit. Për shkak se ata mas një kohë fillojnë me dhanë reagimin e tyre dhe duhet të ndërpriten ngadalë, jo për shkak të asaj që japin vashmëri tek individi, por të ajo që individi duhet truri i tyre më mësu me prodhu vetvetiu ato hormonet e cilat na ja kemi dhënë përmes ilaçit. Tash ka dhe metoda bashkëkohore, një pjesë atyre metodave përdorim në spitalin tonë përmes valeve magnetike. Do të thotë, ne stimulojmë qelizën nervore përmes valeve magnetike, pa marrë ilaçe, që qeliza nervore në një moment caktuar modulohet edhe fillon e bën prodhimin vetvetiu të hormoneve ose atyre neurotransmetuesve që janë të nevojshëm për gjendjen tonë psikologjike. Po, doktor, është e ditur se në Kosovë deri vonë nuk kemi pas shumë institucione që janë marrë me këtë problematikë. Tash së voni është spitali juaj që merret ekskluzivisht me problemet të saj natyre. Po ku tjetër mund trajtohen personat e kësaj? Shiko, ka mjek psikiatër që punojnë privat. Më thonë edhe aty. Ekziston klinika e psikiatrisë.
ekziston qendra. Ato janë me kapacitetet të kufizuara. Po të ke fundit, shiko, shteti do të me bo diçka. Në aspektin veçim psikiatrik, Kosova konë shumë mirë para disa vitesh në rajon. Ma mirë se Shqipëria e Macedonia. Mirë po u stagnuë diçka. Për shkak se në Kosovë, përveç se shtretërve spitalor, ta që në kuptimin e organizimit shtetënor, jo privat, përveç shtretërve që i kishin, krijuam edhe qendrat e shëndetit mendor. Ku Shqipëria në atë kohë, po të se s'kishte Macedonia e vendet e rajonit. Ka pas duhet një Prishtinë Ulpiano. Ekziston në Ulpiano. Mirë, po prapë me kapacitetet vogla, për shkak se ato janë të parapame për një popullat deri në 50.000 banorë. Do të thotë për me mbulu Prishtinën, që është mbi 200.000, do të minimumi me qenë 4 asi qendra. Jashtë atyne që i kanë shtretërit. Mirë, po nga një qendrë është bënë se cilin qendrë të madhe të qyteteve të Kosovës. Jashtë shtretërve që i kanë psikiatrik. Mirë, po në këtë aspekt ka dhe munges të doktorave, të psikiatrave, të po të thëmë për shkak se me shku në Zvicër, mundos që ka ma shumë psikiatër shqiptar të Kosovës, se sa që ka psikiatër në Kosovë. Do të qatë shumë vynë psikiatër sa që është e pa mundur. Nëse diku në mirët me 100.000 banorë, silët një mesatarën mes 20 dhe 25 psikiatër, në Kosovë kemi 3 ose 4, të merë me çfarë munges i madh është. Edhe pse është mungesa e madhe, nuk kemi shumë njerëz që prezentohen për shkak problemeve tyne. Shkaku është stigma që e thamë fillim. Që ajo frika se po të shkojmë te psikiatri do të etiketohemi. Mirë po është e kundërta, për shkak se smundjet psikiatrike janë smundjet e lehta, të cilat në kuptimin e analizave dalin mirë. Janë të sikletshme për individin. Do të thotë nuk janë të rrezikshme për jetën. Po nuk ashtu, veç nëse do njeriu mja marrë vetën vetit jetën. Për tyne nuk disët. Po mirë, po ka njerëz që në depresion tronë, që kanë ide jetë mirë. A janë shkaktarë dhe vetvrasjeve? Depresioni është një për tyne. Do të thonë, mirë, po me dek për tyne nuk disët. Atëherë çka duhet, me qenë se në kulturën tonë, vetvrasja nuk është një element thelbësor, është një diçka i papërfillshëm, atëherë ata duhet të kërkojnë ndihmë nga profesionistë të shëndetit mendor. Dhe ato na jemi në gjendje mjaudhon dhe shumë profesionalisht njëjtë që zhbohet kudo në botë. Minutat, po na ikin doktor, dhe zakonisht në fund kërkojmë këshillën tuaj, cila do të ishte qoftë për dëgjuesit që kanë probleme të saj natyre, por edhe për të tjerë, nga që një ditë mund të përballemi të gjithë me probleme. Këshilla ime është, nëse keni vështirësi dhe nuk mund të arrini vetë vështirësitë psikologjike, lajmëronu të një profesionist i shëndetit mendor. Edhe ndoshta me një bisedë me të do të jeni qetë dhe nuk do të keni nevojë ma shumë. Po që se shihet e nevojshme që keni ma shumë për seanca, atër fillon një tretman, i cili tretman ka më ndihmu juve për me të kaluar krizën, gjendjen me të cilën ndodhen. Prandaj, mos të hezitojnë. Doktor Vojam, nëse nuk keni asgjë për të shtuar për fund, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop. Edhe unë ju falenderoj juve, do të jem në dispozicion të juaj. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm, faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në varg të programit.